Ishte edhe një summit i Brdo-Briunit ku Kroacia dhe Slovenia si bashkëorganizatore dhe me një koqirlëkun e Shqipërisë, konkretisht të presidentit Bajram Begaj, na bëri bashk këtu në Durrës në mënyrë që të diskutohen disa prej sfidave që rajoni ynë i ka të përbashkëta dhe mbi të gjitha qëllimet tona për të ecur drejt rrugës së integrimit evropian. Si presidente e Republikës së Kosovës edhe njëherë konfirmova për kushtimin tonë të plot dhe të palëkundur që të ecim drejt rrugës euroatlantike si rruga e vetme që populli i Kosovës dhe institucionet e Kosovës e kanë parë gjithnjë si alternativë pra të vetme, dhe njëkohësisht edhe reformat e thella që institucionet tona kanë ndërmarrë përgjatë viteve të fundit në mënyrë që të plotësohen të gjitha kushtet që ne të ecim përpara, përfshi edhe linjëzimin 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht përkundër të gjitha këtyre reformave, Kosova akoma mbetet nën sanksionet e Bashkimit Evropian, për të cilat askush nga shtetet anëtare nuk është i gatshëm të jap një arsye se pse janë ende në fuqi, edhe pse të gjitha kushtet që ishin vendosur me marrëveshjen e Bratislavës janë plotësuar, e njëkohësisht edhe pse aplikacioni ynë është dorëzuar për antarësim pra qysh në vitin 2022, deri tani për shkak të disa shteteve anëtare as nuk është mandatuar Komisioni Evropian për të marrë me çështjen e statusit të kandidatit për Kosovën. Pra, kjo na sjell te konkluzioni se procesi nuk është i bazuar në merita, por ka zhvillime politike, konsiderata vetanake që shtetet anëtare nganjëherë marrin parasysh për të shtyrë përpara apo për krahur një shtet apo jo, sepse sikur të ishte i bazuar në merita, Kosova si reformatoria numër 1 jo vetëm në këtë rajon, por sipas Gallup International në sundimin e ligjit jemi numër 1 në Evropë dhe numër 3 në botë, do të ecte shumë përpara dhe tani do të ishim shumë afër antarësimit, por fatkeqësisht zhvillimet politike në disa shtete anëtare po e bllokojnë këtë. Ne kërkuam mbështetjen e Slovenisë dhe Kroacisë si dy shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetet tona fqinje që na mbështesin që edhe më shumë të arrisin këtë mbështetje, të jenë edhe më aktiv në mënyrë që të jenë zëri ynë në institucionet e BE-s dhe të hapet rruga edhe për Kosovën, përderisa jemi shumë të lumtur për progresin që ka shënuar dhe po vazhdon të shënojë edhe Shqipëria. Sikurse edhe në takimet e tjera të Brdo-Briunit, ndoshta në një dozë më të madhe, Vučići i Serbisë ju drejtua summitit me ofendime dhe arrogancë, me tentimin që ta prishte takimin, por arritëm në fund që ta miratojmë deklaratën e përbashkët me unanimitet dhe natyrisht për çdo propagandë që Vučići synonte që të prezantonte para pjesëmarrësve, ne si Republikë e Kosovës kishim argumentet tona të fuqishme, argumentet në anën e së drejtës dhe argumentet të cilat janë fuqizuar e mbështetur edhe nga e drejta ndërkombëtare nëpërmjet mendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Si Kosovë jemi pro bashkëpunimit rajonal, por në të njëjtën kohë do ta mbrojmë interesin ton shtetëror, do ta mbrojmë sovranitetin ton, integritetin ton territorial dhe edhe pse Vučići kishte ankesa për paktin ton, për marrëveshjen e përbashkët Kosovë-Shqipëri-Kroaci në fushën e mbrojtjes, ai mori rikonfirmimin ton të përbashkët që kjo shënon një bashkëpunim që ka për qëllim mbrojtjen ton dhe përgjigjja ime ishte që në tërë historinë e ekzistencës tonë si komb, ne asnjëherë nuk e kemi sulmuar askënd, asnjëherë nuk e kemi pushtuar askënd, mirë po gjithnjë e kemi mbrojtur dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë vetveten dhe integritetin ton territorial. Pra aleancat tona janë aleanca mbrojtëse, për të na mbrojtur nga rreziqet që vijnë nga të tjerët, në rastin ton konkret për Kosovën rreziku vjen nga Serbia dhe natyrisht që ne do të vazhdojmë ta fuqizojmë ushtrinë ton me qëllim që të mbrohet çdo centimetër e territorit të Republikës së Kosovës dhe liria e fituar me shumë mund e sakrificë. Ju faleminderit shumë. It was another Brdo-Briuni summit that brought the region of the Western Balkans plus Slovenia and Croatia together. With the leadership of Slovenia and Croatia, now with Albania as a host, this has turned into a successful mechanism for dialogue between countries of the region where we can discuss common challenges and how to resolve them. And at the same time, we can reconfirm
our commitment to European integration. Of course, on behalf of the Republic of Kosovo, I stated that our commitment to EU and Euro-Atlantic integration in general remains unwavering. 97% of our people are in favor of joining both the EU and NATO, and our alignment with the EU common foreign and security policy remains 100%. We will continue to stick by the values on which the EU stands and which are the very foundation of our state too. And we will continue, of course, to reform at home because we completely understand that this needs to be a merit-based process. However, from our own experience, we see that way too often it's not a merit-based process because despite being the top reformer in our region, sometimes even beyond our region, whether on economy, on rule of law, human rights and democracy, these have not been taken into account, and our application file remains in the drawers of the European institutions since 2022 because of domestic political considerations of some EU member states. I asked for the support of Croatia and Slovenia to be our voice in these institutions so that we can move ahead with mandating the Commission by the Council, of course, in order to have Kosovo with the candidate status too, and then, of course, move on with the next phases. It is also very unjust that while we're talking about supporting youth, we're talking about environment, climate, and so on, so many of these important projects which the EU was supposed to finance are blocked for Kosovo because of the unjust measures, despite that we have fulfilled every single request that the EU had of us based on the Bratislava Agreement. All in all, I think the success of the summit was that we managed to unanimously adopt the declaration, including an amendment that I had proposed. But of course, as it happens in other summits as well, but today perhaps in a higher dose, Vučić tried to use his insults and attacks against others in order to destroy the atmosphere in the summit. Of course, he was trying to play the victim in addition to that. By complaining about the trilateral agreement between Kosovo, Albania and Croatia. I stated that in the history of the existence of our nation and in the history of the existence of our independent state, we have never attacked an inch of anybody else's territory, but we will defend every single inch of our territory at any cost. And in this endeavor, we will cooperate with NATO member states and countries that have believe in the same values and in the defense of those values. So, of course, we will continue to modernize and to strengthen our army, but that is to defend ourselves, never to attack anyone, since, as I said, we never have in the past and never will in the future, but we'll defend our sovereignty, our territorial integrity, and our state at any cost. So that's more or less a general overview of how the summit went today.